edhe unë kam të shef me gjithë një hoq që ka shkrujt një germ për të bo kombin shtet, kombin shqiptar shtet. Nuk e kemi, molla Milazem. Nuk e kemi. Hoq Taksini s'ka qenë hoq, ne të qujmë hoq, se çdo kush që ka kri fakultet kone Perandërisë Osmane, është hoq që edhe unë ty thirrin molla Milazem, se po shet me për Kur'an, as di me lexu Kur'anin. Ne që s'di me lexu Kur'anin, po i emërton proceset apo ngjarjet historike të së kaluarës me fjalor të sotit, molla Milazem. Unë jam për dialog të hapur, po ti s'ki guxim, molla Milazem, i pranu këto gjëra, se ti mendon se ti je i fort, ti je që linçon dhe prandaj kërkon dim. Të kush kërkon thot unë jam evropian. Nuk je evropian me percepcion, me shpirt. Apo që sa bukur tam, me shpirt nuk je evropian. Me shpirt nuk je as shqiptar, molla Milazem. Me shpirt nuk je as shqiptar, se shpirti është kategori shpirtërore, është percepcion, është dëshira jote. Molla Milazem, dir pranoj të vërtetat dhe mos fol të pavërteta të shqiptarët, se unë po të tërfrohem prej teje si intelektual që nuk dole mu distancu nga dhunat që kanë kallëzu vagabantët e tu e bashkisë islame kundër disa individëve në Kosovë. A dole me reagu kur u sulmu një gazetar për mendimin e tij të lirë, pa e sulmu se shumica e gazetarëve kanë dalë prej katedrës tone. Dhe asnjëri prej tyre nuk thot nuk jam musliman, sikur thot Tim Shkupi, se Tim Shkupi e njeh Kur'anin, se Tim Shkupi do me shku në xhenet, nuk do me shku në xhenem me gabime duke i mashtru tjerë që ti ke desh me mashtru, pasi tu kanë ngatru kënd.